Si të fitosh në politikën kosovare? Quaje kundërshtarin tradhtar. Në Kosovë flitet për luftën, fitoren, lavdin, shtetin e politikën. Por këto tema nuk janë problemi. Problemi është se si u qasemi këtyre temave. Si diskutojmë dhe në çka përfundon diskutimi. Ne për shembull e quajmë dikë spion ose tradhtar apo me epitete të ngjashme në momentin që ne nuk pajtohemi me të. E çështja është pastaj se ne nuk kemi fare argumente nëse dikush është i tillë. Po edhe kur duam të argumentojmë, përdorim metoda mashtruese. Për shembull, përdorim inteligjencën artificiale për të krijuar imazhe ose video që të gjenerohen këto dëshmi mashtruese. Kjo pastaj krijon kaos në opinionin publik. Nuk dihet çka është e vërtetë e çka është gënjeshtër. E çka kur rritet numri i këtyre personave që përdorin këtë epitet. Prishet reputacioni i atij personit. Por ku qëndron rreziku më i madh? Kur udhëheqësit politik i organizojnë sulmet e tilla. Konkretisht kur ata duan të fitojnë vota në kurriz të rënës, e jo në bazë të projekteve në të mirë të qytetarëve.